kupolës, Cosa Nostrës, me në krye Capo dei Capi, shqiptar Totorina, i cili na hoqi çdo lloj mundësie të mbijetesës, jo të jetesës të mirë. Në çdo ditë proteste u ka parë shkëlqimin e njerëzve të mi, të cilët kryesojnë të vajzave, të grave dhe të motrave tona. Kërkoj dorëheqjen të parevokueshme të Edi Ramës. Kërkoj që të bëhet një qeveri e cila të jetë e lirë dhe e drejtë. Ju falenderoj për mbështetjen. Bravo, bravo! Në fakt Edi Rama duhet ta di se dorëheqja e tij është e panegociueshme. Dorëheqje! 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 Bravo! Si fillim do t'ju them dhe bravo të madhe prezidenci që keni bërë tashmë 8 ditë gjatë një protestë. Bravo dhe një herë. Bazuar mbi protestën sote, do të shpejnë një tim kundër kësaj qeverie kriminale, komuniste, diktatoriale që ndiqet nga kryekriminali Edi Rama. Jo kryeministri, por kryekriminali. Unë i bëj thirrje çdo njeriu që ndjen veten shqiptar t'i bashkohet kësaj proteste. Veçanërisht u bëj thirrje të gjithë emigrantëve shqiptar kudo që ndodhen ta ngrenë zërin dhe të flasin. Pasi ne emigrantët jemi fuqia e popullit dhe e shtetit. Populli dhe shteti mbahet nga emigracioni. Edhe shqiptarët që ndodhen me mijëra kilometra larg Shqipërisë duhet të mos heqin dhe të shprehin mendimin e tyre për atë që po ndodh në vendin tonë. Edi Rama dhe Sali Berisha janë bashkë dhe nuk kanë bërë asgjë të mirë për popullin dhe shtetin shqiptar. Ata të dy vetëm e kanë vjedhur dhe shkatëruar Shqipërinë dhe popullin. Pas kaq ditësh protest, unë mendoj që ka ardhur koha të japim Edi Ramës një afat kreditor me këto kërkesa. Edi Rama, ose duhet të dalë para popullit dhe të përgjigjet kërkesave të popullit, ose të jap dorëheqje. Dorëheqje! Nëse ai nuk reagon brenda 3 ditëve, atëherë ne populli duhet të vazhdojmë protestet dhe të kërkojmë që zëri i popullit të dëgjohet. Populli lëzoi regjimin e diktatorit Enver Hoxha. Dhe jo më që në ato kohë ishin kufit e mbyllur dhe nuk ishte as televizor për të parë se çfarë bëhej, as telefona për të thirrur për ndihmë. Edi Rama, mos e mbaj veten si më të zgjuarin dhe më të fortin, gjithmonë ka një më të zgjuar dhe më të fortë. Në këtë rast është populli më i fortë se ty. Sepse i ka ardhur në majë të hundës, populli me budalliqet e gënjeshtë tuaj që s'po mbarojnë kur. Turp! Ne si popull që kemi dalë në protestë duhet të tregojmë patriotësinë që po na bëhet. Realiteti nuk tregohet me protesta pasore, por me revolucion. Revolucion! 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 Nëse ne do të protestojmë me thirrjen Rama jep dorëheqje, ai thjesht the gjumë të zgjohet me më shumë ide djallëzore, si sta në një intervistë. Nëse shqiptarët nuk shesin trojën shqiptare për të pasuruar Shqipërinë, me çfarë do ta pasurojnë Shqipërinë ata? Ku aty përmendin që leshën Çiftelinën dhe Shqiponjën. Turp për ty Edi Rama! Turp! Turp për ty Edi Rama që fyen simbolet e kombit shqiptar. Qeleshja, Çiftelia dhe Shqiponja janë pjesë e identitetit dhe kulturës tonë shqiptare dhe meritojnë respekt. Duke i shpëtëzuar këto pasuri natyrore me punë, me tjesë dhe me identitet pasurohet Shqipëria dhe përmirësohet jeta e popullit shqiptar. Dhe po të jap një shembull Edi Rama. Shiko Norvegjinë. Norvegjia ka pasuri të mëdha natyrore, veçanërisht naftën dhe gazin. Si edhe një sektor të fuqishëm peshkimi. Këto burime kanë ndihmuar në ndërtimin e një shteti të fortë me mirëqenie të lartë për qytetarët. Pse të mos bëjmë edhe ne të njëjtën gjë me pasurinë e Shqipërisë? Pse pasurinë tona të mos shfrytëzohen me punë, me përgjegjësi dhe me identitet, në mënyrë që të pasurohet Shqipëria dhe populli shqiptar? Por jo Edi Rama. Ti ke zgjedhur të vjedhësh, të mos punosh për të pasuruar popullin, por për të pasuruar vetëm ty. E po mjaft është mjaft. O popull, ngrini zërin dhe reagoni, se me këto lloj protestash nuk ju merr Europa seriozisht. Dhe me keqardhje po ju them,
që të lodhemi dhe sërish të mbetemi të humbur. Mos keni frikë, më mirë ngrini zërin ndaj patricive dhe jetoni një ditë të lumtur, se sa ulni kokën dhe jetoni me prezën në zullimin e çdo të sëmuri mendore që vjen në pushtet. Unë mendimin tim e dash, të jam i gatshëm të bëj çdo sakrificë të nevojshme për një të ardhmen më të mirë për brezën e ardhshëm. Unë nuk kam frikë të ngrej zërin dhe të qëndroj përballë çdo patricie. Nëse i bashkoni mendimin tim, atëherë le të bëhemi të gjithë bashkë si një trup dhe të japim trajtimin e duhur çdo patricie që i bën Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Të bashkuar, Rama Pul, Berisha Pul. Të bashkuar jemi më të fortë dhe të bashkuar ecim përpara. Tani do t'ju falenderoj për kohën që morët dhe dëgjuat fjalimin tim. Ju ruaj Zoti ju dhe familjen tuaja kudo që keni. Faleminderit. Qeveri e krimit! Qeveri e krimit! Qeveri e krimit! Ka një pyetje për shtetet e Evropës, i cili kriminista në Evropë është me kartelet e smenëve. Edi Rama është me kartelet e psikiatrisë. Ate në që presin për e ti në vëzën? A për me të regunja, që presin për e ti psikopatit? Nuk e di që presin. Pra ndaj o thamë, o thire, mos ta morin vesh psikopatin, se psikopatin metet i tilë. Pra ndaj, të qohemi të gjithë një zonit, i madhe i vogël, i rije i tjetër, plak edhe plak, nane e gjysh e bavgjysh, ti bashkohemi protestes, ti thot psikopatit ik, sa është veni jotë. Ti nuk je shqiptar, o këtyre zes, po je pjesë serbit edhe kash mjafton. Zoti bashkuar shqiptar sa më shumë, ullur, e jo prit moro zot. Edi Rama, e ka koha jote me më ndorhesjen edhe e. Mos prit për kërë prek që që pjesa e ke prek pjesë. Bravo! Dorheqe! 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 E mbrava të gjithë, e di që sonde është një natë e zymët të faktë për ne pensionitës sepse i përcollëm emigrantët në drejtim e Europës, erdhen, pushun, folëm të sa mujtën, o u detyruan të rikthehen në vendet e punës. Sot ky lideri botërori joni, pasi përdosi rilindjen, përdosi timonin, përdosi djellën, në nëzori pasyrën, po nuk e di kështë gëti se pasyrë për mjës në atil. Si do që dalje për mjës se për mjës në atil. Kështu që edhe kjo ka për t'i dërshtuar, sepse ne e dim shumë mirë që atë që i ka bo për 13, për 14, nuk ja ka bo as t'i pushtu së Shqipëri përveç se Edi Jani Kristaqit. Këta e kanë kurdisë ekonominë shqiptare, ta qeverisin në sistemin e oligarkijës. Pra, kanë bo lek, kanë bo pare dhe sharbajnë, kanë ble qdo gjë. Të pari që kanë ble spaku, që ne kemi shumë shpresë, por tash nuk e kanë bo asë dhe një zgjidhje. Ma thoni një zgjidhje që ka bo spaku, ja, e rikëthen, e dërgon, e gjykon, e rikëthen, e së rikëthen, 100 herë, merët me të dhe asë një zgjidhje. Kanë përdos sistemin e drejtësis në farfejese, asë 100 vjetë ne si popull, nuk kemi përpas kur drejtësi. Tjetër, e kanë shpërduruar, e kanë dalë gjendjen e Shqipërisë në kaq pjesë, sa që kur nuk mund bërë. Por ka shoqata, ka njësi, ka shoqata fetare, shoqata patriotike, e kanë po popullin në farfejesa që kur njone për mi po bashkë nuk ka. Prendana, pse nuk mund e rëzojmë ta? Sepse jemi kaq të përqarë, sa që nuk pojmë vërtet, si për ka thani vjetri, nuk pojmë 3 shqiptarë, ose 3 mendje bashkë. Unë si maj vjetë, si maj moshuar, kam dëshirë dhe i bajnë tjere të gjithë ju intelektuale, e gjithë stafit që drejtojnë shumë e losme kjo protest, e di shumë e losme, që e drejtojnë ka disa ko, pa di për faleminderit shumë,
që e majnë gjatë këtë protest, dhe kjo protest nuk duhet shuar. Është një protest shëmbullore që ka beku Zoti dhe gjithë juve dhe neve do të bekoj Zoti. Nuk du të shkojmë humbus këtë rast që na erdi. Ku janë ato të shpërnecit të vinë këtu, ata të përmetit, a poshtë e bashkjet që të shkrije, të vinë këtu, ku sharësi, Klosi, të vinë më se për ju për luftojmë ne. Unë si pensionist tani për ju luftoj se për veti, gati maruam. Atëre për nesër, akoma më shumë, nesër më shumë. Në fakt Edi Rama dhe Klenti Gonqe u mundua t'i mbush mendjen shqiptarve se turistët kanë frikë nga protesta jonë. Por në fakt turistët janë çdo ditë në shesh për na mbështetur ne. Sot kemi një turiste nga Gjermania. And you deserve democracy. I was following your demonstrations in Germany already, and I think these people are right. They have power to stand for their idols. So go ahead and fight for it and become democracy. Thank you. Pati se kam mësuar fajtorët, se nuk kam mësuar me fjalimin. Nuk kam në një gjë të gjatë për të thënë, se Edi Rama i di të gjitha, Edi Rama nuk di një gjë, dhe besoj asë nuk e dini. Ky bulevard, që është ngritur, është ndërtuar 100 vjet më përpara, nga inxhinierët italian, është orientuar në polin e veriut dhe të jugut. Pra inxhinierët italian kanë punuar me busus në dorë. Dhe bën këtë bulevard shtyllën kurizoret e Shqipërisë, bën dhe zemrën sheshit Skënderbej, që është zemra e Shqipërisë. Edi Rama nuk e di që ky bulevard 100 vjet përpara ka qenë drejtimi jug-veri. Sot ka lëvizur poli 60, 70 apo 80 gradë. Mi po ne dim, do më thënë se qëfar drejtimi ka pasur nga jugu në veri poli i asaj kohë, 100 vjet më përpara. Dhe Edi Rama e ka shkatruar tash, e ka nisur ai para arsit i me këto dy kullat që janë këtu përballë, dy kullat e zeza, dhe Edi Rama po e shkatruan dhe gjithë sheshin. Unë desha ta mbyll me një lutje ndaj tek Edi Rama, nëse Edi, nëse megjithatë unë po I lutem, s'ka gjë. Edi, nëse ke